Hatip i nderuar i kësaj xhamie, doktor Metosh Efendiu, xhamat i dashur dhe i respektuar i xhamisë së Uhudit në lagjen e Dijonit. Lutja Allahun e Madhëshëm që të gjithë neve që na dha mundësinë me emri këtë Ramazan e me kalu me agjërim e me namaz e me ibadet, lutja Allahun e Madhëshëm që të na i pranon për neve këto adhurime tona. E falenderojmë Allahun që na dha ymër me emri këtë Ramazan, e falenderojmë Allahun që na mundsoi ta kalojmë këtë Ramazan me agjërim, e falenderojmë Allahun për të gjitha mirësitë dhe begatit që Allahu i Madhëshëm vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Sado që na e falenderojmë Allahun për mirësitë e Tija, falënderimet tona janë të pakta, janë të vobekta, janë të varfuna, janë të vogla, se nimetet, dhuntit dhe begatit e Allahut janë të shumta. Dhe sado që na e falenderojmë Allahun, ai aq më tepër na i shton të mirat e Tij, e na e falenderojmë Allahun për të mirat që na gëzon dhe e falenderojmë për atë shtim që e bën, dhe me falëndrim e fillojmë, me falëndrim e vazhdojmë, dhe me falëndrim e përfundojmë inshallah taala çdo të mirë edhe çdo moment të jetës sonë. Të dashur vëllezër, sot doja të ndaj me ju një temë e cila i ka dy anë. Njëra është se kjo temë për cilën flas është pjesë shtylle e kësaj feje. Dhe dyta ka të bën me emocionet e muslimanit, ndjenjat dhe emocionet e tij. Secili prej neve ka kujtime të vjetra nga koha e shkollimit të tij apo koha e askerllëkut që themi na kur ka qenë në shërbim ushtarak, apo nga udhëtimet e tija të gurbetit. Dhe janë shoqëri të cilat përmenden vazhdimisht me mall dhe me nostalgji. Pse kjo? Për shkak të kujtimeve të mira që bart secili prej nesh nga ato ditë të largëta. Edhe këto kujtime i japin shije jetës së tij. Kur secili prej nesh i kujton ato momente, ndihet i ngazllum, i gëzum, i kënaqur, se ka pas një shok të mirë kur ka qenë në shkollime, e ka pas një shok të mirë kur ka qenë në ushtri, e ka pas një shok të mirë kur ka qenë në gurbet, e ka pas një shok të ri në kohën e rinis, edhe ato kujtime, çdo herë që kujton gëzohet edhe kënaqet. Mirë po besimtari duhet me ndje veten nevojtar për me qenë shok për krahas, ndihmës dhe ta kap malli vazhdimisht për shoqëru një njeri i cili njeri është njeriu më i mirë në fytyrën e tokës. Është njeriu më i dobishëm për njerëzimin. Është njeriu të cilin Allahu e ka zgjedhë dhe ka dërguar rahmet për këtë njerëzimin. Është njeriu që këtë bota i ka borxh mësimeve të tija për këtë zhvillim përparim të cilin e ka mbrin. Është njeriu pa besimin në pejgamberllëkun e tij nuk ka iman. Ku shahadeti i tij pa e plotësu shahadetin me faktin se ai është pejgamberi i Allahut, nuk pranohet ai shahadet. Dhe se pa e ndjek rrugën e tij nuk mundesh me kon rrugën e vërtet. Dhe pa e ndjek rrugën e tij nuk ka mundësi asesi me hinë xhenet. Ajo është shoqëria me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dikush ka me na vetë, o hoq, po na s'kena jetu me te. Si na konë shkollë bashkë me te.
as kena pas momente takimi me te. Kjo është e vërtet. Se na jemi të jetu në shekullin e 15 hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a ai ka jetu para 1400 e kusur viteve. Mirë po shqip në vllazni. Janë dy momente nga historia islame që e japin një mesazh të jashtëzakonshëm. E para, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë për ditëve tha në pranit e shokëve të tij, tha voditu law anni ra'aytu ikhwanana. Ka marr malli, po kam dëshirë me i pa shokët e mi, vllazit e mi. E i thanë shokë që i kishte për rreth, ja Rasulullah, a nuk kena na vllazit e tu? Ka në të shofsh, që neve na ki. Na e na këtu me ty. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi, ju jeni shokët e mi, e vllazit e mi janë ata që halas kanë ardhë, ata që do vinë më vonë, e që do mbesojnë mu pa hiq. Shifne subhanallah, neve ndoshta nuk na merr malli për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ama atë ka marr malli për neve. Atë e kishte marr malli në atë kohë me na po neve që vim mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i besojmë ati, e ndjekim rrugën e ti, i zbatojmë sunetin e ti, edhe pse nuk e kemi pa ata. E tash, me të vërtet, ky moment është sfidues për mu dhe për ty. Atë sallallahu alaihi wasallam që s'kishte nevojë për ne, që nuk është kusht i besimit tek ai, atë e kishte marrë malli për besimtarët që kanë më ardhë më vonë, e kanë me i besu ati si pejgamber të Allahut, e kanë me ndjekë rrugën e ti, kanë zbatuar sunetin e ti, atë e kishte marrë malli për ne. E mua dhe ty, ndoshta kalojnë ditë, e javë, e muj, e nuk na shkon mendja hiç me mendu, a thu vallë, si do ishte kanë puna jonë, me paskon gjallë në kohën e ti. A thu, do ishim kanë të gatshëm me përkra atë me krejt çka kemi. A thu vallë, do ishmi në përkrahjen e ti me krejt fuqin që kishim. A thu vallë, do e ndjekshmi rrugën e ti, do e ndëgjoshmi fjalët e tia, do e donim atë ma shumë se baba e nona, ma shumë se gruaja e fëmia, bile ma shumë se vetja jonë. Apo Zoti mos e bëv, ndoshta do ishim nonën e kundërt, Allahu na rujt. Kemi nevojë na shpesh edhe me ja parashtru vetes këtë pyetje, edhe me i nxjerr në shesh këto dilema, këto mendime. Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët Allahu i zgjodhi ashtu sikur se kishte zgjedhë edhe pejgamberët e tij, e donin atë më shumë se vetja e tij. Ishin përkrahësit e tij, duke rreziku edhe jetën, edhe familjen, edhe pasurinë e tyre. Parashot pyetja unë edhe ti, sot me kanë situata që na duhet me fliju vetën tonë, familjen tonë, pasurinë tonë, këtë që kemi pushtetin tonë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, a thu vallë, kishim sakrifikuar. Është pyetje shumë e madhe. Është pyetje shumë serioze. Është dilemë që nëse nalemi me mendu holl e holl, nuk do kemi fuqinë me dalë me përgjigjet sakt, fuqishme, guximshme, dzëshme, se na e shohim shpesh herë dështimin tonë. Dulën Danimark para 20 vjet dhe bënin karikatura, e dikush për muslimanëve tonë
zonin si njështe. Pastaj dulën në Francë me karikatura për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e dikush për muslimanëve tonë as se kishte gajle. E qafirat, armiqtë e islamit, dushmant e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i provokojnë muslimanët her pas here me veprime të tilla, e shumica prej neve e kalojnë sikur se mes më pas ndodh asgjë. Nuk janë gatshëm një llaf me thonë, une jam kundër secilit që merr guximin me e përbalt, me e ofendu, me nënçmu figurën e lartë edhe të ndritshme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Unë jam kundër atij, edhe distancohem prej secilit që hesh kashja ati, ose Zoti mos e baft e përkrah atë. Muslimanët e parë hishin luft edhe para mas i rishin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të e mbrojt prej shpatave, të e mbrojt prej shigjetave, të e mbrojt prej shtizave. Ishin gatshëm me pranu shigjetën në trupin e vetë, veç mos me prek pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E dini çfarë dashnije është kjo vëllezër? Që ndoshta dikush prej neve nuk është i gatshëm me mbrojt babën e vet nga plumi i shkaut, apo me mbrojt fëmijën e vet nga plumi i armikut, e jo me qitë vetën për balë plumit të armikut për me mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ama unë edhe ti duhet me kuptu se sharti i imanit është la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Askush për juve nuk mund të jetë besimtar derisa nuk jam më i dashur te ai se prindi i vet, fëmia i vet dhe krejt njerëzit në përgjithësi. Omeri radiallahu anhu në ditë tha, ja Rasulallah, unë ty du ma shumë se baba jam, ma shumë se evladi jam, ama vetin e du ma shumë se ty. Omeri radiallahu ishte i sinqert, ishte i qartë, ishte transparent, nuk ndrejke e lafe, nuk ishte dyftyrsh. Qa kishte në zemër, e thëjke në goj. Mirë keq, u analizojke matutje, ama nuk bëjke dyftyrsi, munafiklëk. E i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, du ma shumë se baba, du ma shumë se evladi, ama vetën teme du ma shumë se ty. I tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, la ja Omer, nuk është tamam imani jot Omer. Ti je i sinqert, edhe unë jam i sinqert me ty. S'është tamam imani jot. Tha çka? Tha derisa nuk më don mu më shumë se vetën tënde. Tha, a çashtu po thu? Tha, po. Shart i imanit të një muslimanit është me dash Muhamedi sallallahu alaihi wasallam më shumë se vetën e vet. Përndryshe imani jot është i mangut. E tha, kështu ka në puna, po. Tha, tash, ja Rasulullah, du ty ma shumë se vetën teme. Edhe andaj, të gjithë sahabët ishin të gatshëm me riziku jetën e vetë, familjen e vetë, pasurin e vetë për me mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tregon Aisha radiallahu anha, thot, një ditë për ditëve ishim të nejnë në shtëpinë tonë. Ishte ditë e nxehtë. Një njeri po vjen nga larg, e thot dikush të shtëpia e Abu Bekrit radiallahu anhu. Thot, është ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allah në Mekë ishin. është ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kishte vënë një shami për mi krye me rujt për të nxehtit, edhe pak më masku edhe erdh. Kur hinin në shtëpi, në bord shtëpisë në shtëpi, i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam Abu Bekrit, nxjerri këto gra e fëmijë për ode. Tha, ja Rasulullah, familja jote janë, s'ka të huj. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu më ka dhënë leje me bo hijret
mu largu prej Mekës me shku në Medinë. Pse? Se 13 vjet Mekë, 13 vjet, jo një vjet 2, 13 vjet pa ndalë, për çdo ditë kishte maltretime, kishte pengesa, kishte vështirësi, ai vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët përreth. 13 vjet. Frymë së mirëshin rahat për mushrikëve në Mekë, armiq përbetuam, ka i zishin muslimanët i rrefshin, i maltretojshin, i vretshin, po edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i bëshin kurtha, sabotime, sulmime, bile edhe atentat për ta vrarë. E mas 13 vjetëve, kur u shtu zullumi, edhe ishte e pamundshme me vazhdu në Mekë me thirrjen e Islam, Allahu dhu xhelal i dha leje me bo hijrat me braktis Mekën, vendlindjen e tij e me shku me u shpërngul në Medinë, një thribin e asaj kohe, vendi përshtatshëm për davet edhe i përshtatshëm për me jetu si musliman aty. E këtë lajm, po vjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ja tregu shokin ngushtë, njeri që e kishte dëshmu shumë herë se e don Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ma shumë se vetveten e tij. Shifni subhanallah, kur i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, fa inni qad udhina li fil khuruj, Allahin ka dhënë leje me dalë për Mekës me bo hijrat. Fjala e parë e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, din çka ishte? Tha, une me ty ja Rasulullah. Se veti i qysh, tek, ka kina me shku, kush ka me ardhë, kush ka me në animu, kush ka me në mbrojt, hiç nuk hinin ato tema. Tha, une me ty ja Rasulullah. Tha, sahabatu bi ebi ente ja Rasulullah. Fliofsha bab e nan për ty, unë me ty në këtë udhtim ka me ardhë. Ama ka rezik, së më interesant. Ama vështirë, nuk më interesant. Ama mushrikët e Mekës kanë me nalë shumë mas, s'ka gajle. Kujt ti edhe une, s'ki mundësi ti me shku vetë. Nuk lone vetë me shku ti. Ama zërë është, s'ka gajle. Ama vështirë është, s'është problem. Ama rondë është, me ty. S'ka të është për ty edhe për mu. Ishte shok i vërtet. Ishte shok i ngusht. Ishte njeri që e dejke për një me. Na shpesh themi atë pjesë me vludit, shokin me lën vetë ku ke po. Ama pse e lom një tjetrin midis fushe, midis malit vetë, hiç se kena gojle. Midis problemeve pse e lona vetë, se kena gojle. Pse na nuk kemi bes të vërtet, bes lidhën me Allahun, jo me njerëzit. Ebu Bekri radiallahu anhu ishte njeri që kishte lidh bes me Allahun, edhe shoqërinë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kishte të vërtet, e kishte sinqert, edhe nuk e mendon të rrezikun që e pret. Ai tha, unë me ty ja Rasulullah. E normalisht kjo fjalë që e tha Abu Bekri radhiyallahu anhu ishte shumë e madhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se ju bo një shok në këtë udhë të vështirë, për Mekë në Medinë, sot i ka 450 kilometra, me kerë me shku është vështirë, me autobus me shku është vështirë, para mendo me shku në Kam, e me Deva ose me Kali, që është dash 2 javë me udhëtu për Mekë me shku në Medinë, 2 javë, jo një ditë e 2, 15 ditë, nxehtë, vështirë, po nuk është puna veç udha, plus mushrikët e Mekës pa të shpall shpërblim kush e kap Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E u pa të nshlu kalorësit më të mirë të Mekës me e zonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam udhës e me fitu shpërblimin që ndajshin mushrikët e Mekës Kureshitët. Ebu Bekri tha, unë me ty ja Rasulullah. Së më duhet mu as pasuria, as familja, as jeta ime, nëse ndodhë ty diçka, ja Rasulullah. E dolen më udhëtu, u larguan prej Mekës, e përdorën një taktik,
edhe erdhen të shpella. Edhe hynën në atë shpellë dvogël, ishte një vrim më një kodër, që me kalue një kohë që ata mushrik që ishin shu mas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përcen e të hupin. Kur hinën mrena në vrim, në atë shpellë të vogël, Ebu Bekri tha, ja Rasulullah, prit. Tha, unë t'hi i pari mrena. Ta shëf qa ka, mas ka në gjapën, mas ka në akrep, helbet ne, Zoti mos e boft me ndodh ti diçka. Si e vazhdeu në jetën pa ty? Hyni mrena i pa 3 bira. Shkëmenja tha, ja mundet me konë bir akrepi, ja bir gjartni, edhe i msheli me kam të veta 2 bira, edhe tretën me dorën e ti, edhe i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hajde hin mrena. E përmenë Allahu dhu gjelan në Kur'an këtë idh kale li sahibihi la tahzen inna Allaha ma'ana. Ebu Bekri këtë gali, këtë mërzi, që pëndodhë me këta 2, e i tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Ebu Bekrit, o shoki jam, la tahzen, mosu mërzit, mosu tut, inna Allaha ma'ana, se Allahu në kina me vete. Tha, o Rasulullah, unë për vete se kam gale për ty. Ty mës ndodhe në e keqe, se për mu, unë jam i gatshëm kurban me shku. A shef tha këto mushrik të në afru, me ullë kokën dikush për ty me në e shef. E nëse zbulohemi na, unë jam një, atë janë kalabolok. E nëse mërimet mbroj ty, e Zoti mos e boft, ndodh një keqe për ty, s'ka jetë për mu. E qetësoj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha, la tahzan inna Allaha ma'ana, mos u mërzit se Allahun e kina me veti. Shifni vëllezër çfarë dashnije, çfarë sakrifice, çfarë kujdesi. Muslimanët e parë, edhe pse e shefshin shpesh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e shefshin xhami për ditë, në çdo namaz. Ama i mirë ke malli për ta. Një sahabe një ditë tunet e shtëpia, nisi me mendu, me fantazu, tha na ina në këtë dynja. Kur na merr malli për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shkem xhami, falmi i masti, e shohim, e përqafojmë, e knaqmi, të e pa e të përqafu. Po këtha, kër të vdesim na, e inshallah shkojna në xhenet, Allahu kedre na mundsoft me konë xhenet li. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka me hip shumë nalt, e na ku me dit ku kena me konë në pozitat punëve të mira që i kena bo. E kër na more malli me pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë qa kina me bo? Ku kina me po? E u mërzit shumë, shpjene vetë të nejtë. Edhe erte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ja Rasulullah, që ki menim ka shku të nejtë e shpja jeme. U mërzita shumë. Të nejtë e shpja jeme më kapi një malë, nesër në ahiret, ti në gjennetin Firdaus nalt, e une ku me ditë se ku, e kur merë malin me të pa, a do kem mundësi me të pa. Në ato momente zbiti ajeti kuranor, ku Allahu Gjellar tha, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Ata që ndjekin urdhën e Allahut dhe rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata do jenë me pejgamberët, me burrat e vërtet, me shahidat, e burrat e devotshëm, e kjo është shënia më e mirë. E i tha, që janë i këtë myshde ati sahabijut,
Tha se në ahiret kush e ndjek Muhammedin sallallahu alaihi wasallam këtë botë sa është gjallë, ka me konë me ten në ahiret. Andaj ulemat kanë thonë kush e ndjek sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe i nënshtrohet urnave të tij, ai njeri ka me qenë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në ahiret. Ama ai që nuk e ndjek rrugën e tij, as nuk i çon vend sunetet e tija, ai dhe t'ja mendon vetvetes së tij. Vepra e dytë, me mush zemrën me dashni për te. Enesi radiallahu anhu tha, erdhi një njeri edhe pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, kur ka me ndodh kiameti? E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i kallzoi kur ka me ndodh kiameti, se nuk e din as ai as kush. Atë veç Allahu e din. Ama i tha, çka ke përgatit për kiamet? Mos vet kur është kiameti, por kallzom ti mu çka ke përgatit me marr me vete për atë ditë. E ky sahabiu i tha, ja Rasulullah, s'kam bo shumë punë të mira, e kam falë namazin, e kam agjëru Ramazanin, ama s'kam shumë punë të mira nafile, vullnetare, për një gjë ta dëshmoj, ta garantoj. Çka? Tha, unë shumë e du Allahun dhe shumë e du pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha, që këtë ta garantoj. Atër i tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, innaka ma man ahbabt, ti ke me konë ma atë që e donë. E tha Enesi radiallahu anhu, nuk ka pas mysh dhe më të madhe për ne, se sa kjo fjali e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur i tha këtij sahabiu, ti ke me konë ma atë që e donë. O vëlla, o besimtar, këshire zemrën tonë. A ka në zemrën tonë dashni për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Nëse ka, mysh dhe për ty. Mysh dhe për ty se ke me konë ma atë që e donë. E nëse e donë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sigurisht si ke me konë me te. Një prej sahabeve, Rebija ibn Ka'b al-Aslamiu, i dha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ujë me marr abdes. Edhe masi ja ofroi ujë me marr abdes, i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kërko diçka. Lip, tha, ja Rasulullah, du me konë me ti në xhennet. I menshëm. Tha, du me konë me ti në xhennet. Pse? Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam drejët në arta në xhennet. Tha, du me konë me ty në xhennet. E i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, a'in ala nafsika bi kathrati sujud. Bën ma shumë sejdë. Ajo ka me të ndihmu me konë me mua në xhennet. Fal ma shumë namaz. Ande Ramazani o vllazni ka ardhur me na ndihmu neve me fitu xhennetin. Ande namazi teravis ka ardhur me recate shtesë që me na ndihmu neve me i shtu sejdët e me qenë sa ma afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Ani se s'kena pas mundësi na me pa në këtë dynja, ama me namazin ton që e falim, me farzin që e falim, me sunetet që i falim, me namazin duha që e falim, me namazin e natës që e falim, me taravih që i falim, me këtë ibadete që i bëjmë, e dy reqatet pas abdesit, e dy reqatet kur him xhami, këtë janë reqate, këtë janë sejdë, që sa ma shumë që falemi në gjatë ditës edhe natës, aq më lartë e ngrisim vetveten dhe ma shumë e afrojmë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një ditë për ditëve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu sahabeve dhe ju tha, o musliman, e dini kush është për juve ma i dashur te Zoti? Edhe e dini se kush për juve ka me qenë ma afër meje në xhennet? Kush nuk do me ditë këtë punë? Se cili musliman që ka besu Allahun dhu xhelal, do me ditë ku e ka vendin në ahiret, ku ka me qenë në xhennet. E tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inna habbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawm al-qiyamati ahasinukum akhlaqa. Ma i dashur te Zoti dhe te unë dhe ma afër meje në ahiret, në xhennet, ka me qenë ai njeri që ka akhlakin më të mirë. Fol fjalë të omla, fol fjalë të buta, mos shaj, mos mallko,
mos ofendo, mos u bën mendje madh, mos u bën arrogant, mos u bën koprac, bënë njëri but, që fal, që toleron, që respekton, që ndihmon, që don, i don njerëzit. Nuk i shikon pinalt, i shef barabart me veten e tij, është modest. Përmiso akhlakin tan, sa ma akhlak të mirë që ki, aq ma afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ki me kon. Tjetra, a kin familje do një jetim? A kin mahal do një jetim? A ka të shkolla, të klase e fëmijës tanë do një jetim? Kujdesu për jetimin. Nëse kin familje, mos ja hap pasunin. Nëse kin familje, një moja gajle, ruja pasurin që e kalon baba. Kujdesu për jetimin. Jetimin që e kin në borë shpis, jetimin që e kin familje, jetimin që e kin kujshi, jetimin që e kin mahal, jetimin që ka shok fëmija jotë në shkollë, jetimit kujdesu për te. Nëse do në me kon afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yetimi ka hatayni fil janna, ona dhe kujdestari i jetimit jemi kështu bashkë në xhennet. Se zakonisht jetimit i bëhet zullum, i bëhet padrejtësi, edhe nga familja e afërm, edhe nga kujshit, edhe nga rrethi, se s'ka kush e mbron, s'ka kush e ndihmon. E kush kujdeset për një jetim, është afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kujt i ka dhënë Allahu pasuri, le të ndan nga pasuria e tij një stipendi mujore për një jetim. Le t'ja ketë gajle, a ka me hangër, a ka me pi. Le t'ja ketë gajle, a ka çka me vesh, a ka çka me hangër për iftar, a ka çka me hangër për syfyr, a ka libra me çka me ble, fletore me çka me ble, çantë a ka për shkollë, këpuc a ka me çka me hec, nesër për bajram, a ka çka me vesh me u gëzu në bajram. Kush kujdeset për jetimin në këto gjëra, është ngat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Tjetra, Allahu dhu xhelal ka gëzu me evlat, po t'i ka dhonë evlat vajza, qika. E ti nëse me u gëzu me këtë evlat që t'i ka dhonë, ti duket vetja se panafak, se s'ki as një gjallë. E me pas një gjallë, edhe kur e thu fjalën gjallë, mundohesh me theksu ma shumë, e me vazhdu e gjaku jët, e soj jët, do të ishte ma i gëzum se ki vetë qika. Qika, e qikat janë për shpit huj, për dirt huj, e në fikët o gjaku e më shuhet soj e familja, e na filloj me mendu keq për Zotin Dhul Gjelal, e harim se Allahu kujdon jep djem, e kujdon jep vajza, e kujdon jep djem edhe vajza dhe kanë don elen pa fmi, ajo është krejtë që është ndorë Zotin Dhul Gjelal. Edhe pse na kemi shumë shembuj, se sa e sa djem mos kofshe, e sa vajza lum shtëpia që i ka. Nuk është puna është djala, është vajzë, puna është i khejrit. Se kur të është i khejrit, pe shumë vajzave shtëpiat janë botë mëdhoja dhe të pasuna, dhe pe shumë djemve shtëpiat e pasuna janë varfnu, nga keq përdorimi pasuris nga i djalë, që ti ke mendu se kam qenë gëzim për ty, e u ka bo kob mallkim për ty në këtë botë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kujt jep Allahu 2 vajza, edhe ai i rrit ato, derisa të bëhen për martesë, une dhe ai kështu kena me konë xhennet. Nuk kujdes për vajzat është punë e madhe o vllazni. Allahu Dhul Gjelal na gëzon me vajza, e na i kemi amanet ato vajza. Duhet me i rujt, duhet mu kujdes për to, duhet me bot terbije, duhet me mësu fen, namazin, Kur'anin, mbulesën islame, terbijen islame. Kjo dhe me dhonë mu kujdes për to, jo me dhonë bukë dhe uj. Ajo është minimumi i kujdesit. Kujdesi ma i madh ndaj vajzave tona është
mi adhon dy gjona, mi dhon arsimim, shkollim, edhe mi dhon edukat fetare islame. Atëherë ato vajza janë perde nga zjarmi i xhenemit për ty dhe janë sebeb me qenë ngatë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhennet. E fundit është duaja me e bo na o Zot na mundson me kon bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhennet. Na e kena një ders që e mojmi mas sabahut, tash e 15 vjet, tash e 17 vjet. E kemi nis 2009 në nëntor, edhe vazhdojmë shtu në dile me majtë mas sabahut në xhamin e Hatun Gjikut, që përpara e thëshin xhamia e Qireqit. E në fund të dersit e bëjmë këtë dua. O Zot, ashtu si na ki bashkue mi mësu këtë hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na mundso me kon bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ku jemi në xhenetin Firdaus. Edhe unë edhe sot e bëj këtë dua, o Zot, ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami, me ndëgju këtë ders, na bashko me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në xhenetin Firdaus. Edhe i kum thonë xhamatit atë ditë e atë kohë, që nëse s'ka dobi tjetër për këtij dersi sabahut përveç kësaj duaje, inshallah Allah e bën kabul, nuk ka dobi më të madhe se kjo. Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu ma theke, Allahumma inni as'aluka imanan la yartat. O Zot, më jep një iman që nuk prishet, që nuk dobësohet. Wa na'iman la yanfad. Më jep begati dhe udhëti që nuk sosen. Wa murafaqatu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld, edhe shoqënimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në gradat më të larta të xhennetit. Allahumma amin. O vllazni, këtë Ramazan, po edhe jashtë Ramazanit, këtë ditë, po edhe ditë tjera, duhet me kujtu vetes shpesh sa na e duam për një me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe sa na kemi mall u taku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe sa na kena dëshirë me qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E nëse dojna me ditë përgjigjen e këtyre pyetjeve dhe dilemave, këshire jetën tone, sa ti vepron me sunetin e tij, sa ti e ndjek rrugën e tij, sa ti e i gatshëm me mbrojt fenë e tij, sunetin e tij, edhe sa ti jep e kontribon për mu përhap sunetin e tij. Allah i na fal gabimet dhe mangësitë tona. Allah i na ka ploft me mëshirën dhe bekimet e tija. Allahu Dhul Gjelal i zbut zemrat tona dhe i mbusht ato me dashurinë dhe Allahu Dhul Gjelal dhe me dashurinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e gjithëve neve që jemi mbledhur në këtë xhami, na mundson që dalim nga këtë dynjë me gjunoha të faluna, me vepra të mira të pranuara, dhe na mundson që të jemi në shoqëritë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në gradat më të larta të xhenetit Firdaus, ya Rabbel Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.